Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur procesin e shpërndarjes së fletëve zgjedhore për qytetarët e Kosovës që ndodhen jashtë vendit dhe që kanë zgjedhur të votojnë përmes postës në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 58.000 votues të regjistruar për votim me postë do të marrin adresat e tyre fletvotimet e prodhuara në Sloveni, të cilat mbërritën në Kosovë më 12 dhjetor. KQZ ka përfunduar tashmë përgatitjen e pakove individuale dhe shpërndarja e tyre përmes shërbimeve postare ndërkombëtare ka nisur. Zëdhënësi i KQZ Valmir Elezi ka sqaruar se çdo pako është pajisur me një numër gjurmimi i cili i është dërguar votuesve të regjistruar. Ndërkohë një tjetër kategori prej 19.257 votuesish që janë regjistruar për votim fizik jashtë Kosovës do të votojnë më 27 dhjetor në përfaqësitë diplomatike ku janë të regjistruar. Afati për të dërguar votën përmes postës përfundon po më 27 dhjetor. KQZ ka bërë thirrje votuesve që të mos presin ditën e fundit për dërguar fletvotimin në mënyrë që të sigurohet mbërritja e tij brenda afatit ligjor. Pako duhet të dorëzohen në adresën e kutisë postare të KQZ-s përkatëse në vendin ku ndodhet votuesi ose në një pikë postare të afërt. Ky proces është një ndër elementët kyç të organizimit të votimeve nga diaspora që luan një rol të rëndësishëm në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. KQZ ka garantuar se të gjitha masat teknike dhe ligjore janë marrë për të siguruar transparencën dhe integritetin e këtij procesi.